Llazia futbollit të femrave vijon të jetë e pandalshme në kampionatin kombëtar të Superligës, ku në 10 ndeshje ka realizuar 10 fitore dhe me 30 pikët e grumbulluara kryeson e vetme, shkëputur me 8 pikë nga ndjekësja më afërt Apolonia e Fierit. Fitoria e fundit për vajzat kuqeblu të drejtuara nga Nikolin Leka u regjistrua ndaj Partizanit me rezultatin e thellë 10-0. Ndeshja luajtur në Reshitrusi pati për protagoniste Kartaman, autore 4 golave, për të vijuar me tripletën e shqiptaro-amerikanes Teresa Deda, dopjetën e kapitenes Megidoçi, si dhe golin e futbollistës Arbiona Bajraktari. Fal këtij avantazhi të thellë, tekniku Leka bëri disa zëvendësime në pjesën e dytë, mes të cilave edhe portieria e talentuar Ambra Reshiti, e cila është e grumbulluar me kombëtaren U17. Për që një Partizan më të fortë, sepse jo vetëm që ka luajtur në Kupën e Evropës, por edhe ka konkurruar me ekipet e kampionatit gjatë fazës parë. Është renditje aktualisht renditje në vendin e 5. Por të them të drejtën, vajzat na kena përgatit. Në eshin kena riparu disa gjëra, sidomos disa gabime që kena bërë në eshin me Teurit, endi kena korrigju. Vajzat kanë filluar, dy vajzat e fundit që kanë ardhur, kanë filluar mu harmonizu me grupin, dhe vajzat ishin përgatit gjithë javën, kishin përgatit në eshin. Faktikisht jam i kënaqur shumë me paraqitjen e vajzave, jo vetëm si rezultat, por edhe me paraqitjen e vajzave, me veprimet që kryejnë fushën e lojës. Gjithë secili ekip ka të drejtën e vet, por na domërojmë atë objektiv që kemi vetë si ekip, fitimi i titullit. Ishte një ndeshje e rëndësishme për ne, ndeshja e dytë e fazës dytë. Çdo ndeshje besoj se detyrim është fitore edhe 3 pikë. Kështu që për të vazhduar dhe objektivin që kemi për dal kampion, sërish. Besoj se humbjet janë ato që t'japin më shumë mësim se sa fitoret, kështu që sidomos një ekip kampion që nuk është mësuar me humb, besoj se mëson shumë nga humbjet, kështu që është një ndeshje që na ul me këmbë në tokë, na thon për më punu më dhe më tepër, edhe besoj që me qetësi dhe me punë, çdo ndeshje me marr me radhë dhe me fitu me marr 3 pikë çdo ndeshje. Patjetër që kemi shumë ndeshje përpara, por vlerësimi shkon te ndeshja e radhës. Objektivi patjetër dihet, kjo vllaznia gjithmonë ka objektiv dalë kampion.